98 kutit e bashkive Gramsh dhe Peqin ishin të parat që u rihapën nga KQZ. Në Pallatin e Sportit Farie Hoti, 24 grupet e numërimit të KQZ-s rivlerësuan kutit nëse numrat e shënuar në proces verbal janë të njëjta me fletët që ndodhen në kuti. Vendimarrja mbetet kas, por për mediat antari Elvis Cefa shprehet se duhet më parë të vlerësohen provat e më pas të arrihet në një vendimarrje. Për të administruar dhe për të rivlerësuar provat. Procesi do vijojë pastaj në dy faza tjera. Provat e administruara deri tani, që për cilat presim edhe dy kuti, dy tavolina numërimi më sakt, do t'i shpërndahen palëve duke i dhënë atyre kohën e nevojshme që të përpunojnë të gjitha dhënat dhe eventualisht të ringrejnë, le të themi edhe një herë, apo të rishikojnë pretendimet e tyre nëse është rasti. Donë se është ende herët, sipas Cefës, problematikat e kutive të bashkive Gramsh dhe Peqin janë precedent i mëparshëm. Tipologjia gabimeve është pak a shumë ajo që është evidentuar edhe në seanca tjera të kasit. Për shembull, ka shpeshherë një pasqyrim jo të saktë të numrit të fletëve të votimit të papërdorura. Ka për shembull ka raste të tjera kur proces verbalet eventualisht nuk janë futur apo nuk janë administruar në mënyrën që aktet nënligjore të Komisionit Rregullator përcaktojnë. Por e rëndësishme është që për të gjykuar se sa këto parregullsi impaktojnë në vlefshmërinë apo jo të procesit zgjedhor në atë zonë të caktuar zgjedhore është ende herët. Por opozita i qëndron një mendimi tjetër, sipas tyre janë hasur një sër problemesh. Ka një mos rakordim të fletëve të votimit, po kështu ka një mos përputhje të numrit të fletëve të votimit të papërdorura në respekt me proces verbalin 08. Ka gjithashtu problematika për sa i përket pjesëve lidhje me proces verbalin që kanë mbajtur grupi numërimit GNV-t dhe fletëve të votimit realisht se sa gjenden në kuti. Trupa e kas do të marrë vendim javën e ardhshme, ndërsa të martën do të nisë procesi i rinumërimit në Qarkun Tiranë.